Habit mjeku, jap se gratë duhet të hanë më shumë arra. Pirja e lëngut të portokallit, ngrënia e pjeshkëve dhe arrave mundet që t'i ndihmojë gratë që të reduktojnë rrezikun e sëmundjeve të këqija. Por, sigurisht, hulumtuesit analizuan të dhënat e grave gjatë një periudhe 30 vjeçare dhe gjetën se ato të cilat kishin përfshirë këto ushqime në dietat e tyre, kishin më pak gjasa që të zhvillonin probleme fizike. Arrat përmbajnë një sasi të konsiderueshme të acidit alfa-linolenik, acidi yndyror omega 3 me bazë bimore, i cili përdoret për të trajtuar sëmundje të cilat janë pikërisht të lidhura me lëvizshmërinë si artriti reumatoid dhe gjithashtu sëmundjet e zemrës. Ndërkohë, shkencëtarët thonë se ngrënia e brokolit 3 herë në javë mundet që të reduktojë edhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe diabetit.